Dhe kam parë edhe disa grimca në rrjetet sociale të koncertit tënd të fundit tani, me atë qëndrimin tënd në prapasken që kur e shikon nga larg si spektator, qoftë edhe vjet, qoftë edhe këtë vit, druaj shumë që të perceptoj çfarë është ajo dridhja ose ajo tronditja ose ajo që ne shohim që s'po të lere hat, është si do vijoj tani më pas, si ishte deri tani për gjithçka që bëra deri në këtë moment, apo është një emocion si herës së parë? Janë të gjitha bashk, po sidomos emocioni herës së parë. Sepse kur performon në vendin tënd, po dua të hap një klap këtu. Ai koncert që kemi bërë së bashku, ku ka qenë një ndër koncertet më të bukura të jetës sime, i bërë në vendin tim, për shumë arsye. Unë gjithmonë them, kur kthesh në Shqipëri, është ai emocioni është gjithmonë aty kur performon në vendin tënd. Por korrektësia, organizimi, mënyra, domethënë të gjitha gjërat të sistemuara, të organizuara dhe në distancë kur thua që ishet, po nuk ishe aty, më kanë lënë pa fjalë, dhe duhet ta them në publike, një organizim i jashtëzakonshëm që shumë rrallë që unë ta gjej rrallë që e kam gjetur në këtë vend, kështu që thoja me vete, mos i kam mbijetuar kozeta këtu, tamam gjermane, zviceriane, nuk di çfarë të them. Kështu që dhe jam shumë mirënjohëse sepse e kam jetuar në maksimum atë koncert dhe mbyll klapën. Komplimente për këtë gjë, jam shumë mirënjohëse. Për sa i përket emocionit, po është herë e parë sepse gjithmonë ai vendi magjik, unë kisha bërë prova. Por kur hyn aty, është ai momenti i parë dhe i fundit. Kur këndon në vendin tënd, ndihesh më i gjykuar, më i paragjykuar, është normale sepse flet gjuhë, të njëjtën gjuhë, ke kolegë që të njohin, me të cilët ke studuar, s'ke studuar, pedagogët që thonë, po ne kemi pasur studente këtë kur ka qenë, domethënë kurioziteti është i madh, pritshmëria është kaq e madhe, sa ti thua do jem në gjendje që këtë pritshmëri ta mbush, që domethënë që mos të zhgënjej asnjëri, është gjithmonë kjo frika, ky emocioni. Diskutohet ajo pjesa që u bë, çfarë do vi, ose thotë se pak pluhur mbrapa, janë gjitha këto gjërat e vogla që të bëjnë të japin çik atë dridhjen, kur i thonë. Emanuela, unë të kam lexuar, të kam dëgjuar në disa variante të intervistave të tua, ku më ka bërë përshtypje një gjë për të cilën do të pyes. Kur ti thua që teatri shqiptar është i ngjashëm, nuk ka shumë ndryshime nga teatrot ku ti ke performuar, e bën nga dashuria për vendin apo vërtet e beson këtë? Se unë e kuptoj kur jeton jashtë mungon ato rrogicat për të cilat i fol edhe në koncerte. Janë shumë gjëra dhe ndoshta për shkak të mallit ndonjëherë ne edhe mund t'i mbivlerësojmë disa gjëra. Kam dashur gjithmonë të ta bëj këtë pyetje. Ti jemi shumë e sinqert me ty si gjithmonë si kozeta. Ka më tepër pesh, domethënë në vlerësim malli që kam. Malli, duhet jem shumë e sinqert me ty. Malli. Por kur sa herë kthehem, shoh përmirësime, janë gjëra që mund ose dua të shoh në anën pozitive, vi me tjetër bagazh.